Forcat e armatosura vijojnë stërvitjen Defender 25 në zonën stërvitore të Bizës. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu theksoi se nëpërmjet saj konsolidohet ndërveprimi me aleatët. Në drejtimin e Komandës Evropiane të Shteteve Bashkuara, kjo stërvitje shumë komshe do të përfshijë forcat e NATO-s dhe partner strategjik, duke shtrirë aktivitete nga Ballkani në disa shtete të tjera të kontinentit. Në zonën stërvitore në Bizë do të zhvillohen faza më intensive të manovrave ushtarake, përfshirë operacione mësymse dhe mbrojtëse në terrene të vështira, si dhe dislokime strategjike që testojnë gatishmërinë reale në kushte të simulimit të luftës. Defender 2025 do të zgjas deri në 9 qershor dhe ka për qëllim rritjen e gatishmërisë së përbashkët ndër veprimet e forcave të kapacitetit përgjigjes ndaj kërcënimeve në një ambient operacional kompleks. Skema e stërvitjes bazohet në nenin 5 të traktatit të NATO-s, i cili parashikon mbrojtjen kolektive në rast të një sulmi ndaj ndonjë vendi aleat. Nga ana tjetër, veç Shqipërisë, një tjetër vend kyç do të zhvillohen aktivitete është Kosova. Në të dy vendet do të trajnohen skenar të mbrojtjes së infrastrukturës kritike, sigurimi i pikave të imbingarkimit të menaxhimit i logjistikës së avancuar, thelbësor për reagimin në kohë real ndaj kërcënimeve të mundshme. Shqipëria për të disatin vit radhazi konfirmohet si një partnere strategjike e pasvendësueshme në ushtrimet e përbashkëta ushtarake, duke shërbyer si një e rëndësishme në arkitekturën e sigurisë.